Koalicioni Bullgaria Progresive udhëhequr nga ish-presidenti Rumen Radev ka dalë fitues absolut i zgjedhjeve të së dielës në Bullgari. Me 98.3% të votave të numëruara, Bullgaria Progresive është në krye me 44.7% të votave, e ndjekur nga vazhdo ndryshimin Bullgaria Demokratike me 12.7% dhe Gerbe me 13.4%. Sipas vlerësimeve fillestare, Bullgaria Progresive do të ketë mbi 130 deputet në përbërjen e re të parlamentit, çka do t'i mundsoj të formoj vetë qeverin. Radev themeloi partin pak para zgjedhjeve pasi mbështeti protestat antiqeveritare në dhjetor, të cilat quan në tërheqjen e buxhetit kontrovers dhe rënien e qeverisë. Premtoj se do të ndërtoj një Bullgari të fortë në një Europë të fortë. Ajo që i duhet Europës në këtë moment është mendim kritik, veprime pragmatike dhe rezultate të mira, sidomos për të ndërtuar një arkitekturë të re sigurie dhe për të rikthyer fuqinë industriale dhe konkurrentshmërinë e saj. Ky do të jetë kontributi kryesor i Bullgarisë në misionin e saj evropian. Në 5 vitet e fundit, Bullgaria ka mbajtur 8 herë zgjedhjet e parakohshme pasi nuk ka arritur që të formojë qeveri stabile. Ndërkaq formimi i një qeverie stabile në Sofje është e rëndësishme dhe për Shkupin për shkak të kontesteve që kanë dy vendet dhe të cilat kanë bllokuar procesin eurointegrues të vendit. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska Davkova në reagimin e saj tha se rezultatet zgjedhore në Bullgari ishin të pritshme dhe se me kryeministrin e ardhshëm bullgar Rumen Radev do të kërkojnë një zgjidhje të re për mosmarrëveshjet dypaleshe me qëllim zhbllokimin e integrimeve evropiane. E kam njoftuar zotin Radev, e kam takuar shumë herë, nuk pajtohemi për shumë çështje, por dim të dëgjojmë njëri tjetrin me respekt dhe të përfundojmë se do të kërkojmë një zgjidhje. Pushteti efektiv në Bullgari është i përqendruar tek qeveria, te ish-presidenti, përkatësisht kryeministri i ardhshëm, të cilit me siguri fillimisht do t'i jepet mandati për formimin e qeverisë. Edhe kryeparlamentari Afrim Gashi ka komentuar zgjedhjet në Bullgari duke u shprehur optimist se vendi fqinj do të ketë më në fund qeveri stabile, me çka do të mbylleshin edhe çështjet e hapura mes Shkupit dhe Sofjes. Është normale që për ne si shtet në interes të kemi një qeveri politike të qëndrueshme në Sofje, në mënyrë që t'i mbyllim çështjet që janë të hapura. E dini se kjo qeveri, nga fillimi, ka një përkushtim të qartë se rruga europiane është pjesë e agjendës dhe prioriteti ynë, por sigurisht dilemat për të cilat tashmë është e qartë, cilat janë, duhet t'i zgjidhim së bashku me një qeveri politike në Bullgari. Maqedonia e Veriut është e bllokuar në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosmarrëveshjes me Bullgarinë, e cila kërkon përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Qeveria e Mickoskit nuk ka pranuar që të realizojë ndryshimet kushtetuese, pa marrë garanca se pas kësaj vendi nuk do të përballet me kërkesa të reja në rrugën drejt BE-s.